Tirana zyrtare ka reaguar për herë të parë për situatën në Parlamentin e Kosovës pas marrëveshjes Kosovë-Serbi për krijimin e asociacioneve serbe. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati u tregua i kujdesshëm kur bëri vlerësimin për asociacionin dhe tha se mirë kuptonte shqetësimin e opozitës për marrëveshjen. Në këtë pikë ai solli si rast marrëveshjen e Daytonit me Bosnjën, ku megjithse kanë kaluar shumë vite, nuk kanë zgjidhur problematikën në këtë vend. Gjithsesi, sipas Bushatit, rruga e duhur për Kosovën është dialogu. Kosovës i është dashur të bëjë gjithashtu disa kompromise, të cilat nuk prekin dhe nuk vënë pikpyetje as sovranitetin e Kosovës dhe as subjektivitetin juridiko ndërkombëtar të Kosovës. Por, nga ana tjetër, ne nuk kemi parë ende implementimin e këtyre marrëveshjeve. A është legjitim shqetësimi që mund vi nga aktorë ndryshëm politik në Kosovë apo nga dietar apo mendimtar që kanë shkruar gjerësisht për këtë çështje? Natyrisht që shqetësimi është legjitim. Tek rasti i Kosovës, unë mirë kuptoj shqetësimin që ngrihet për sa i përket funksionalitetit të shtetit të ardhshëm Kosovës. Dhe në këtë pikpamje gjykoj që rruga më e mirë është rruga e dialogut. Qëndrimin ministri i Jashtëm e shprehu gjatë një leksioni të hapur me studentë të shkencave sociale mbi temën "A ka Shqipëria politikë të jashtme", ku thanë se diplomacia shqiptare është orientuar nga promovimi i paqes në rajon që nuk kupton hapësirën që kufizohet në veri nga Vjena, në jug nga Athina, në lindje nga Ankaraja dhe në perëndim nga Roma. Gjithçka që ndodh brenda këtij katërkëndëshi përbën automatikisht një interes të drejtë për drejtë për ne, tha Bushati, duke veçuar me rëndësi strategjike raportet me Italinë si promovuese ambicës europiane të Shqipërisë, por edhe raportet me Turqinë e Greqinë si vende anëtare të BE-s dhe NATO-s. Duke u ndalur tek marrëdhëniet me shtetin helen, Bushati sqaroi edhe dy alternativat që ka Shqipëria për paktin e kufirit detar. Ose do të ketë një rinegocim të një marrëveshje 3 në objektin e saj, sepse në gjykimin ton, por duke u referuar dhe gjykatës kushtetuese, gabimi i palës shqiptare fillon që nga objekti i marrëveshjes që ka qenë në negocim me Greqinë, dhe rruga tjetër është arbitrazhi ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati sqaroi votën e Shqipërisë një ditë më parë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për heqjes së embargos ndaj Kubës. Votim ky i njëjtë me Bashkimin Evropian, por ndryshe nga SBA-t, që votuan kundër. Bushati thanë se Shqipëria nuk ka votuar kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ka votuar në mënyrë konsistente me atë linjë që e ka të përvijuar prej kohësh.